Nëse nuk plotësohet kërkesa e tyre për rritjen e pagës prej 20%, të gjithë të punësuarit në drejtoritë e librave am në vend, nga dita e hënë do të hynë në grevë të përgjithshme. Gjatë ditës së sotme të punësuarit në këtë drejtori kanë qenë në vendet e punës, por nuk i kanë shërbyer qytetarët. Me këtë, ata paralajmërojnë autoritetet se nëse nuk plotësohet kërkesa e tyre, atëherë nga dita e hënë do të hynë në grevë të përgjithshme. Naser Xhemaili nga Sindikata e Pavarur e Drejtorisë së Librave Am thekson se kërkesa e tyre tashmë 2 vite nuk merret parasysh, edhe pse kanë pasur takime me kryeministrin, me ministra dhe me drejtor, të cilët u kanë premtuar se do të nënshkruhet marrëveshja kolektive, por në realitet nuk është bërë asgjë. Drejtjeshile ka prej kryeministrit, prej drejtorisë, bashkëpunim me sindikatën, të gjithë i kemi bë planin se si do jetë ai marrëveshja kolektive. Po deri tash nuk problemi kryesor është e Ministria e Financave. Realisht neve nuk na intereson se ku është problemi, ne duam zgjidhje. Sot e kemi vetëm këtë ditë si paralajmërim për grevë, nëse nuk zgjidhet, nëse nuk na thirrin për ta biseduar këtë problem, prej ditën e hënë besoj do jemi në grevë gjenerale në të gjithë Republikën e Maqedonisë. Marrëveshja kolektive parasheh rritjen e rrogave 20%. Asgjë më nuk kërkojmë as 70% siç i kanë funksionarët. Besoj se duhet ta vlerësojnë këtë kërkesë tonën, se jemi drejtoria e cila është më kryesore në Republikën e Maqedonisë, domethënë pa qenien civile nuk mund të funksionojë as shteti. Kërkojmë ndjes edhe nga qytetarët, duhet na kuptojnë, edhe nëse vazhdojmë me greven, më tepër mund zgjasë 1 muaj, 2 javë deri në zgjidhjen e problemit. Edhe problemi kryesor është se tash na vijnë gurbetçajt. Me keqardhje mund të them se nuk do mund të kryejnë punë, të marrin as certifikata, as regjistrime të fëmijëve, as ti dokument. Gjatë ditës së sotme qytetarët që kishin nevojë nuk morën shërbime. Ata ktheheshin pa marrë certifikatat e nevojshme për shkak të grevës. Të punon kërkushat e mbyllur. Derisa kanë grevë nuk besoj. Çelsin dihet kush e ka. Po a duhen, as duhen, është çështje e tjetër. Gjithsej në vend ka rreth 350 punëtorë në të gjitha drejtoritë e librave am, ndërsa në Tetov ka rreth 40 të punësuar. Sipas informacioneve, krahas mungesës së punëtorëve, po ashtu edhe kushtet në objektin e librave am nuk janë të mira dhe adekuate për të dhënë shërbime cilësore për qytetarët.